Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Deputeti i zgjedhur i lëvizjes vetëvendosje Mefail Bajqinovci u ka bërë thirrje partive politike opozitare që t'i përgjigjen ftesës Glau Konjufcës për takim konsultativ me 8 prill për formimin e institucioneve të reja. Sipas tij, mos përgjigjja e ftesës do të nënkuptonte mos përfillje të institucioneve. Deputeti Bajqinovci në një përgjigje për Radio Televizionin 21 shprehur i bindur se në seancën e 15 prillit do të zgjidhet kryetari i kuvendit nga vetëvendosja si parti fituese. Deputeti Bajqinovci nuk e ka përjashtuar mundësinë që pas konstituimit kuvendit më 15 prill, po atë ditë mund formohet edhe qeveria e re, pasi siç ka thënë i kanë siguruar numrat e nevojshëm. Mendoj që ato duhet i përgjigjen për shkak se ne me datën 15 presidenti e ka thirrur seancën e parë dhe duhet të ketë një marrëveshje sepse dihet me ligj kryetari i kuvendit i takon partisë më të madhe e cila i ka fituar zgjedhjet. Andaj mos përgjigja i bjen që është mos përfillje institucione. Unë mendoj që ata do të përgjigjen dhe do të vinë dhe me datën 15 do të krijohen trupat e kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetari i kuvendit, nënkryetar dhe trupat tjerë. E keni numra do të thotë për zgjedhjen e kryetarit? Besoj që po, edhe për kryetar, edhe për qeveri, unë besoj që qeveria e Kosovës do të zgjidhet këtë muaj. A do të tentohet të zgjidhet po me 15 prill në seancën e njëjtë qeveria? Besoj që po, ende nuk kemi ndonjë konfirmim sepse ende nuk kemi mbledh, por besoj që po do të rregullohen gjitha trupat edhe të kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe të qeverisë. Tashme pas takimit të kryeministrit me minoritetet, a llogarisni që i keni votat e tyre? Ne do t'i kemi 61 deputet për krijimin e qeverisë dhe trupave të kuvendit. Këtë muaj konfirmoj. Duke llogaritur në minoritete jo serbe dhe shqiptare, apo jo? Po. Ne nuk kemi thënë edhe më herët që ne me listën serbe nuk bashkëpunojmë dhe nuk na duhen votat e tyre. Kush do të jetë kandidat për kryetar të kuvendit? Nuk e dim, ende nuk dim. Sepse kam informacione se Saranda Bugujevci nëse jo Glau Konjufca, është e vërtet kjo? Jo? Nuk e dim, nuk ka fol askush dhe krejt çka mund të themi mund të jenë vetëm spekulime. Deputeti i zgjedhur i LDK-s Ekrem Hyseni i tha Radio Televizionit 21 se LDK-ja do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së Glau Konjufcës për takim me partitë politike për konsulta përgatitore për seancën konsultative të 15 prillit. Deputeti Hyseni tha po ashtu se do të jenë pjesë e seancës së 15 prillit, por nuk do ta përkrahin kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentar. Dy aspekte. Aspekti i parë i takimit të kryeparlamentarit, i ftesës së kryeparlamentarit të legjislacionit kalum, për takim me kryetarët në subjektet politike të cilat janë pjesë e parlamentit në mandatin e ardhshëm, është pra një ftesë ligjore e cila i takon kryeparlamentarit sipas rregullores së re të Kuvendit të Kosovës. Rregulloria e re e funksionimit të Kuvendit në 8 paragrafi 2 parashes që kryetari i Kuvendit i legjislacionit kaluar rreth pas caktimit të datës nga presidenti, thret subjektet politike të cilat janë pjesë parlamentit për me konsultu për rendin e ditës, ulset e deputetëve në kuvend dhe çështje tjera procedurale, ndërkohë që pra kjo është ligjore, është rregulloria e funksionimit të kuvendit. Ndërkohë takimet e kryeministrit me minoritetet unë atë shoh si një shkelje të detyrës zyrtare, sepse kryeministri në detyrë takimet e tij dhe negociatat e tij për të themeluar qeverinë, mendoj që nuk duhet të kesh përdorur zyret e kryeministrisë, nikosisht nuk duhet të kesh përdorur institucioni edhe pozita e kryeministrit, ato duhet mbahen nëpër zyret e subjekteve politike dhe pas njoftimit duhet bëhet nga faqet zyrtare të subjekteve politike dhe jo nga faqja e kryeministrit të Kosovës, i cili realisht nuk është kryeministër, por është kryeministër në detyrë. Qartë, vetëvendosja i ka bërë thirrje partive opozitare të përgjigjen ftesës së Konjufcës. Në parim, ata thonë që nuk duhet të bllokohet ky proces për shkak që i bie të jenë kundër institucioneve të vendit. Ju, si LDK, jeni në parim për një takim të tillë konsultativ përpara seancës të 15 prillit? Absolutisht po. Kjo ftesë e kryeparlamentarit nuk është ftesë e subjektit politik vetëvendosje, por është ftesë institucionale të cilën e rregullon funksionimi pra rregulloria e funksionimit të kuvendit në 8 paragrafi 2. U thotë që
kryeparlamentari i legislacionit kaluar bën këtë ftesë në takim konsultativ për të caktuar rendin e ditës dhe njëkohësisht ulçet e deputetëve dhe çështje tjera të cilat funksionojnë në mbarvojtjen e seancës parë. Lidhja Demokratike e Kosovës do të marrë pjesë në takimin konsultativ me kryeparlamentarin e legislacionit kaluar, sepse konstituimi i legislacionit të ardhshëm bëhet përmes rregulloreve dhe ligjeve në fuqi dhe në këtë rast ftesa e kryeparlamentarit bazohet rregulloren e funksionimit të kuvendit në 8 paragrafi 2. Si rrjedhoi kësaj, do të jeni pjesë edhe seancës 15 prillit dhe e mbështesni kandidatin e vetëvendosjes për kryeparlamentar? Ne do të jemi patjetër pjesë e seancës së 15 prillit. Normalisht asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje nuk do ta përkrajmë, por as të ndonjë partie tjetër pa një marrëveshje paraprake politike. Ju presni një marrëveshje edhe për qeverinë që të ketë midis partive? Nuk pres që do të ketë një ftesë për qeverisje, njëkohësisht ne presim partinë më të madhe në vend, ashtu siç takon me ligj, që të peshen barrën e themelimit të institucioneve për të qeverisë ta bëj konform mandatit që ka. Partia Demokratike e Kosovës kërkon nga qeveria të veprojë pavonesën heqjen e tarifës prej 10% ndaj mallrave të SBA-s. Sekretari për marrëdhënie ndërkombëtare i kësaj partie Bernard Nikaj tha se mbajtja e kësaj tarife ndaj produkteve amerikane nuk ka domethënie ekonomike e aq më pak arsyetim politik. Për Kosovën, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqëson një borë strategjik dhe ekonomik të pazëvendësueshëm, shumë më të rëndësishëm se sa peshat që ka tregu i Kosovës për ekonominë amerikane. Në këtë kontekst, mbajtja e tarifës prej 10% ndaj produkteve amerikane nuk ka domethënie ekonomike e aq më pak arsyetim politik. Në këtë moment ajo dëmton drejt për drejt interesat afatgjata të shtetit Kosovës dhe cenon lidhjet me aleatët tonë kryesor. Heqja menjëhershme e kësaj tarife është jo vetëm një veprim racional, por edhe një sinjal i qartë politik se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj thellimit marrëdhënieve me SBA-n, ka shkruar Nikaj në Facebook. Oda ekonomike amerikane e Kosovës dhe Oda ekonomike e Kosovës kanë mbështetur thirrjen e presidentes Vjosa Osmani drejtuar qeverisë Kosovës që të pezullojnë tarifat e importit për të gjitha produktet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Oda amerikane mirëpret dhe mbështet fuqishëm deklaratën e presidentes së Republikës Kosovës Vjosa Osmani, e cila i bëri jehon thirrjes son duke kërkuar pezullimin e të gjitha tarifave për mallrat amerikane. Kjo thirrje thekson rëndësinë strategjike të thellimit lidhjeve ekonomike me Shtetet e Bashkuara, thuhet në komunikatën e Odës ekonomike amerikane të Kosovës. Ndërkohë edhe Oda ekonomike e Kosovës ka vlerësuar se thirrja e Osmanit e fuqizon thirrjen e tyre për pezullimin e tarifave doganore për mallrat amerikane dhe nënvizon rëndësinë e forcimit marrëdhënieve ekonomike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky veprim do të forconte marrëdhëniet me aleatin më të rëndësishëm strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara, dhe do të shënonte një hap të madh drejt një tregtie më të lirë, thuhet në njoftim. Presidentja Vjosa Osmani me ftesë mbretit të Jordanisë Abdullahu II dhe presidentit të Bullgarisë Rumen Radev po qëndron në Bullgari për të përfaqësuar Kosovën krahas liderëve të tjerë në takimin e nivelit të lartë të procesit Aqaba për Ballkanin, i cili do të mbahet në Sofje. Me mbretin Abdullahu II të Jordanisë dhe presidentin e Bullgarisë Rumen Radev në takimin e Aqabas në Sofje për ta nxitur bashkëpunimin, dialogun dhe stabilitetin rajonal, ka shkruar Osmani në Facebook. Komiteti Olimpik i Kosovës i ka kërkuar sqarime UEFA-s lidhur me heqjen dhe djegjen e flamurit Kosovës gjatë kongresit të Shtëpisë Evropiane të Futbollit mbajtur në Beograd të Serbisë. Përmes një reagimi të publikuar në rrjetet sociale, Koku tha se heqja e flamurit Kosovës nga ambientet e Kongresit Federatës Evropiane të Futbollit UEFA është akt i papranueshëm. Edhe me shqetësuese është dhe i turpshëm fakti që flamuri i vendosur në mesin e flamujve të shteteve tjera përfundoi në duart e huliganëve, të cilët më pas e dogjen përpara ambienteve ku po mbahej kongresi, tha Koku. Komiteti Olimpik i Kosovës i kërkoi UEFA-s që të ndërmarrë masa ndaj Serbisë, pasi tha se sipas videove të publikuara edhe gjatë punimeve të kongresit u përfshi në akte të heqjes flamurit. Kosova dhe institucionet tona sportive janë anëtare të barabarta në të gjitha organizatat përkatëse ndërkombëtare dhe si të tilla duhet të trajtohen me dinjitet dhe respekt në çdo ngjarje sportive, pavarësisht se kush është vendi mikpritës, u tha në reagimin e Kokut. Federata Serbe e Futbollit ka thënë se ka hequr flamurin e Kosovës gjatë punimeve të kongresit të UEFA-s të mbajtur më 3 prill në Beograd, por
por Federata e Futbollit Kosovës e ka kundërshtuar këtë pretendim duke thënë se flamuri i Kosovës ishte i pranishëm deri në përfundim të mbledhjes. Gjykata themelore në Prishtinë ende nuk ka një vendim për gjykimin në mungesë ndaj 42 akuzuarve në rastin Banjska, të cilët gjenden në Serbi, derisa seanca e shqyrtimit gjyqësor ndaj 3 akuzuarve të tjerë që janë në paraburgim në Kosovë do të mbahet më 17 prill. Njës të sistemit të drejtësisë vlerësojnë se gjykata duhet sa më parë të marrë një vendim për ose kundër gjykimit në mungesë, derisa kanë mendime të ndryshme nëse ky gjykim në rastin Banjska lejohet apo jo. Po bëhen pothuajse 6 muaj që kur Gjykata Supreme ja la në dorë gjykatës themelore në Prishtinë vendimin për gjykimin në mungesë ndaj 42 të akuzuarve në rastin Banjska, të cilët gjenden në Serbi dhe kjo gjykatë ende nuk ka marrë një vendim. Lidhur me këtë çështje, Radio Televizioni 21 ju drejtua gjykatës themelore, por e njëjta nuk bëri të ditur se kur do të merret vendimi. Lidhur me rastin e të pandehurve të tjerë për të cilët është veçuar lënda dhe për të cilët ka pasur propozim që të mbahet gjykimi në mungesë, ju njoftojmë se ende nuk është vendosur nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë. Gjykata themelore i ishte drejtuar Gjykatës Supreme për të kërkuar opinion nëse në rastin Banjska mund të zhvillohet gjykimi në mungesë, por Supremja kishte sqaruar se nuk jep mendime juridike për dilemat që mund t'i ketë gjykata e shkallës së parë, duke ia lënë vendimin trupit gjykues të rastit. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se gjykata themelore duhet t'i jap drejtim kësaj çështjeje sa më parë, ndonë se vlerësojnë se në rastin Banjska nuk mund të zhvillohet gjykimi në mungesë. Konkretisht trupi gjykues i këtij rasti duhet të merr një vendim dhe të vendos për pjesën të cilët të akuzuarit nuk janë kapur, atë vazhdoj gjykimin e mungesë apo jo. Ne si IKD kemi dalë me mendimin tonë dhe ne mendojmë se nuk ka mundësi dhe nuk e lejon baza ligjore që të ketë gjykimin e mungesë për personat të cilët nuk janë kapur nga drejtësia e Kosovës. Edhe ish kryetari i gjykatës së apelit, avokati Hasan Shala, thotë se themelorja duhet të marrë një vendim për ose kundër gjykimit në mungesë. Sipas tij, gjykimi në mungesë në rastin Banjska duhet të lejohet. Vendim duhet ta marrë, ose të bie vendim që të zhvilloj seancën e shqyrtimit kryesor në mungesë, apo të pozëlloj procedurën. Unë konsideroj që vepra penale ndërkombëtare është edhe vepra penale e terrorizmit. Andaj, është mundësia që kjo të hynë në atnenin 104 të kodit penal, si vepra penale, me që akte terroriste hynë vepra penale kundër njerëzimit. Më 11 shtator të vitit të kaluar, Prokuroria Speciale ngriti akt akuz ndaj 45 personave për sulmin terrorist në Banjës të Zveçanit, përfshirë përgjegjësin e sulmit Milan Radojčić. Por para organeve të drejtësisë janë vetëm 3 prej tyre, Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović, procedura penale ndaj të cilëve është veçuar nga të akuzuarit e tjerë që gjenden në Arati. Sipas njohësve të sistemit të drejtësisë, 42 të akuzuarit që gjenden në Serbi, për të cilët ka edhe flet arrest ndërkombëtar, mund të dorëzohen tek autoritetet kosovare vetëm me një presion të shtuar ndërkombëtar. Duhet ketë një presion më të madh nga miqtë ndërkombëtar në mënyrë që Serbia të dorëzoj ata të cilët janë të akuzuar për rastin Banjska. Sigurisht që duhet me bashkëpunu me sidomos ne që kemi me Amerikanë apo me Bashkinë Evropiane, që të bëjnë presion ndaj shtetit serb, në mënyrë që të njëjti t'i dorëzojë të akuzuarit. Përderisa Radojčić dhe 41 të tjerët janë të lirë në Serbi, të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović pritet të dalin para gjykatës në Prishtinë sërish me 17 prill në orën 9:30 në seancën e shqyrtimit gjyqësor. Spasojević, Tollić dhe Maksimović akuzohen për veprat penale terrorizëm dhe vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas akt akuzës, 3 akuzuarit në krye me Milan Radojčićin më 24 shtator të vitit 2023 kanë kryer sulmin terrorist në Banjës të Zveçanit. Me që rast është vrar Reshteri, Afrim Bunjaku dhe janë plagosur disa të tjerë.
Rrethanat gjeopolitike në botë kanë bërë që rritja e buxhetit për çështje ushtarake në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të jetë e pashmangshme. Këto zhvillime pasqyrojnë në një realitet të ri sigurie ku vendet e Ballkanit po përgatiten për të përballur sfida të mundshme. Ndërsa Kosova, Shqipëria, Kroacia kanë rritur shpenzimet për mbrojtje, Serbia qysh prej kohësh ka filluar që të investojë ndjeshëm në fushën e mbrojtjes. Ekspertët e sigurisë shohin investimet në fushën e mbrojtjes si një domosdoshmëri strategjike, duke pasur parasysh tensionet rajonale dhe paqëndrueshmërinë globale. Si rezultati rrethanave gjeopolitike në përgjithësi, por edhe rreziku nga Serbia në veçanti, ka bërë që edhe Kosova viteve të fundit të investojë më shumë në fushën e mbrojtjes. Buxheti i Kosovës për mbrojtje viteve të fundit është rritur nga viti në vit, ndërsa në vitin 2025 buxheti për ushtrinë e Kosovës është 208 milion euro. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka premtuar buxhet mbi 1 miliard në fushën e mbrojtjes për 4 vitet e ardhshme. Gurakuq Kuqi nga Instituti Octopus thot se pas fillimit të luftës në Ukrainë, kërkesa për riarmatim është e madhe nga shtetet, por se në rajonin ton dallojnë arsyet pse shtetet armatosen. Disa vende kërkojnë sigurinë dhe disa vende kërkojnë agresionin, pra nuk jemi në numra të barabarta në kërkesa të barabarta. Në këtë rast vendet si Kosova, po ashtu Kroacia, Shqipëria, por edhe Mali i Zi dhe Maqedonia zakonisht e kërkojnë vetëm çështjen e mbrojtjes, ndërsa vendet sikur Serbia armatimin e shohin sikur një tendencë e qëllimshme e tyre për shtrihjen ekspansioniste dhe për realizimin e botës serbe. Profesori universitar Mazlum Baraliu vlerëson se me ndryshimet gjeopolitike në botë, shtetet po përgatiten për të mbrojtur në rast se cenohet siguria e tyre. Kemi një rreshtim. Si rezultati rrethanave gjeopolitike në përgjithësi, por edhe rreziku nga Serbia në veçanti, ka bërë që edhe Kosova viteve të fundit të investojë më shumë në fushën e mbrojtjes. Buxheti i Kosovës për mbrojtje viteve të fundit është rritur nga viti në vit, ndërsa në vitin 2025 buxheti për ushtrinë e Kosovës është 208 milion euro. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka premtuar buxhet mbi 1 miliard në fushën e mbrojtjes për 4 vitet e ardhshme. Gurakuq Kuqi nga Instituti Octopus thot se pas fillimit të luftës në Ukrainë, kërkesa për riarmatim është e madhe nga shtetet, por se në rajonin ton dallojnë arsyet pse shtetet armatosen. Disa vende kërkojnë sigurinë dhe disa vende kërkojnë agresionin, pra nuk jemi në numra të barabarta në kërkesa të barabarta. Në këtë rast vendet si Kosova, po ashtu Kroacia, Shqipëria, por edhe Mali i Zi dhe Maqedonia zakonisht e kërkojnë vetëm çështjen e mbrojtjes, ndërsa vendet sikur Serbia armatimin e shohin sikur një tendencë e qëllimshme e tyre për shtrihjen ekspansioniste dhe për realizimin e botës serbe. Profesori universitar Mazlum Baraliu vlerëson se me ndryshimet gjeopolitike në botë, shtetet po përgatiten për të mbrojtur në rast se cenohet siguria e tyre. Kemi një rreshtim të fuqive të reja botërore, qoftë ato ekonomike, qoftë ushtarake, kemi një rend të ri botëror në zhvillim sipër. Dhe në këto ndryshime farfuritje gjeopolitike, edhe rreziqet janë evidente. Prandaj është krejt legjitime dhe madje do të thosha unë strategjikisht e drejt dhe me vend dhe me mend çdo qeveri që të armatoset, sepse nuk ka asnjë mekanizëm dhe asnjë instrument sigurie. Madje as NATO-ja, madje parantarët e veta nuk është më mekanizëm sigurie. As Bashkimi Evropian që ka ndarë mjete për armatim tash kësaj radhe, që ka pretenduar ta bëjë ushtrinë e saj e tjera, nuk është asnjë ambient sigurie. E njohësi çështjeve të sigurisë Lutfi Bilali thot se ndryshimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike që po ndodhin në botë kanë bërë që shtetet e rajonit të rrisin shpenzimet në fushën e mbrojtjes, duke hyrë në një garë të armatimeve. Në region momentalisht kemi mund të them divergjencat të cilat mund shkaktojnë plasaritje të ndryshme dhe mund të vinë deri te konfliktet eventuale, por bota lufta në Ukrainë në një jetë mesme, mendoj që të gjitha këto kanë shkaktuar ato pasojë që vendet të regionit të bëjnë ngarime për garë të armatimit. Mendoj që buxhetet e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, se Ballkani si nacion është çështje më komplekse, mirë po Ballkani Perëndimor i 6 shteteve kryesisht mund të them ka një ngritje
të buxhetit të secilit shtet, mund të them. Përveç investimeve në fushën e mbrojtjes, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia më 18 mars nënshkruan një deklaratë në Tiranë, përmes cilës vendet angazhohen që të forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, zhvillim që ka nxitur reagimin e Serbisë, që e cilësoi si provokim të hapur drejtuar Beogradit. I pyetur për këtë, sekretari i NATO-s Mark Rutte ka thënë se kjo marrëveshje s'ka lidhje me NATO-n dhe se aleatët vendosin në mënyrë individuale për marrëveshje të tilla. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.